fute ku të duash. Topi, ti e di shumë mirë që s'ka vend. Mos ma drejto gishtin mua. Ta drejtoj gishtin 100 herë, të nxjerr dhe jashtë sa herë të dua për mungesë etike. Kupton? Alfred Lela u largua nga studio emisioni Top Story, pas një përplasje të tensionuar me moderatoren dhe autoren Grida Duma. Debati mes tyre nisi kur Lela bëri një koment lidhur me temën e diskutimit, konkretisht për çështjen e IPARD-it, duke konsideruar atë të rëndësishme për fermerët shqiptar. Nga ana tjetër, Duma e kundërshtoi, duke cilësuar si të parëndësishme për momentin. Situata u përshkallëzua kur Lela akuzoi se opozitës po i diktohej se për çfarë duhet të fliste, ndërsa Duma ju përgjigj se prania e tij në studio ishte për të thënë të vërtetën dhe për të rritur interesin e publikut. Debati mori tone më personale, me replika të forta dhe ironike nga të dyja palët. Në vijim, Duma përdori një gjumë të ashpër, duke i thënë Lelës se nuk mund të impononte mënyrën e tij në studion e saj dhe duke i kritikuar për qëndrimet e tij. Lela reagoi duke i kërkuar të mos i drejtonte gishtin dhe duke refuzuar çdo formë presioni apo autoriteti prej saj. Përplasja arriti kulmin kur Duma e paralajmëroi se mund ta largonte nga studio për mungesë etike dhe më pas i kërkoi drejt për drejt të largohej. Si rezultat, Lela u detyrua të ndërpres pjesëmarrjen dhe të largohet nga emisioni.